15 specialistë provuan gjithçka që dinin, por gjendja e foshnjës së biznesmenit vetëm përkeqësoi. Derisa pastruesja bëri diçka krejtësisht të papritur. Fabio u ngurtësua te dera kur pa Renatën me djalin e tij në krah, nën ujin që rrifte nga lavamani. Foshnja që kishte qarë pa pushim për javë të tëra ishte më në fund e qetë. Zemra e Fabios filloi të rrite fort kur pa Renatën duke mbajtur Miguelin nën ujin e vakët. Për një çast, ai ishte i bindur se diçka shumë e gabuar po ndodhte para syve të tij. Mjeku që ishte pranë tij mbeti i shtangur, me gojën hapur dhe sytë e zgurdulluar, duke u përpjekur të kuptonte atë skenë që dukej e pamundur. Fabio më në fund arriti të lëvizte, bëri një hap përpara me këmbë që i dridheshin dhe zëri i doli i ashpër. Ai e pyeti se çfarë po i bënte djalit të tij. Renata nuk u kthye menjëherë. Ajo vazhdoi ta mbante foshnjën nën ujin e ngrohtë që rrifte but mbi trupin e vogël, duke rregulluar temperaturën me kujdes dhe saktësi, sikur të dinte saktësisht çfarë po bënte. Kjo qetësi e saj e bëri Fabian edhe më të dëshpëruar. Ai u ndjei ndar mes dëshirës për t'ia rrëmbyer fëmijën nga duart dhe nevojës për të pritur e parë se çfarë do të ndodhte. Mjeku reagoi me urgjencë, duke i kërkuar ta nxirrte foshnjën menjëherë nga uji, duke paralajmëruar për rrezik. Por Renata nuk lëvizi. Ajo e mbante foshnjën me një siguri të butë, ndërsa një dorë i mbështeste kokën dhe tjetra lejonte që uji të rrifte mbi krahët dhe këmbët e vogla. Fabio vuri re diçka që e ndali në vend. Miguel nuk po qante. Nuk po dridhej. Nuk po nxirrte atë tingull dëshpërues që kishte mbushur çdo cep të shtëpisë për javë të tëra. Ai po merrte frymë qetë dhe rregullisht. Për herë të parë që nga lindja, fytyra e tij dukej e relaksuar. Fabio kujtoi të gjithë mjekët që kishin kaluar nëpër shtëpi, secili me diagnoza dhe teori të ndryshme. Ilaçe të shtrenjta, formula të importuara, ekzaminime të dhimbshme, analiza të panumërta. Asnjëri nuk kishte arritur ta qetësonte foshnjën as për pak minuta. Dhe tani, një veprim i thjesht po bënte atë që askush tjetër nuk kishte mundur. Renata e nxori foshnjën nga uji me lëvizje të ngadalta dhe e mbështolli me një peshqir pambuku. E shtrëngoi lehtë pranë kraharorit të saj dhe e tunte butë, duke murmuritur fjalë të padëgjueshme. Lëkura e foshnjës kishte marrë një ngjyrë të shëndetshme dhe sytë e vegjël ishin gjysmë të mbyllur, sikur më në fund po njihte paqen. Fabio kujtoi netët pa gjumë, orët e gjata duke e mbajtur djalin në krah, ndërsa ai qante pa pushim. Kujtoi ndjenjen e pafuqisë, momentin kur e kuptoi se paratë nuk kishin më asnjë vlerë. Asnjë pasuri nuk kishte kuptim nëse nuk mund të shpëtonte fëmijën e tij nga vuajtja. Mjeku insistoi edhe një herë, por zëri i tij tashmë ishte i pasigurt. Ai përmendi të gjitha testet e kryera, të gjitha pajisjet moderne, të gjitha njohuritë shkencore. Renata u ul në tavolinë me foshnjën në krah dhe vetëm atëherë Fabio vuri re lodhjen e thellë në fytyrën e saj. Ajo kishte qëndruar zgjuar net të tëra gjithashtu, duke dëgjuar të qarat, duke parë familjen të shkatërrohej nga lodhja dhe dëshpërimi. Ajo foli me zë të ulët, duke treguar se kishte parë raste të ngjashme në fshatin ku ishte rritur, ku gjyshja e saj kujdesej për foshnja të tilla. Uji i vakët, tha ajo, i qetësonte sepse ishte ndjesia më e afërt me barkun e nënës. Trupi i tyre ishte tepër i ndjeshëm dhe çdo stimul ishte i tepërt. Fabio ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zemërimi. Zemërim sepse askush nga ata ekspert nuk kishte menduar për diçka kaq të thjeshtë. Të gjithë ishin fokusuar te makinat, te barnat dhe te teoritë e ndërlikuara, duke harruar ndoshta të dëgjonin me të vërtetë. Renata shpjegoi se gjyshja e saj nuk kishte studiuar kurrë, por kishte njohuri të fituara nga përvoja dhe brezat. Ajo besonte se disa foshnja kishin një dhimbje të brendshme që nuk mund të zbulohej nga asnjë pajisje, dhe kur askush nuk e dëgjonte atë dhimbje, ajo bëhej më e fortë. Fabio u ul, i raskapitur. Ai mendoi për mënyrën se si kishte parë Renatën si të padukshme, si dik pa zë dhe pa rëndësi. Ai e kuptoi se kishte injoruar një njeri të tërë, me histori, dije dhe ndjeshmëri. Renata pranoi se kishte pasur frikë. Frikë se mos gabonte, frikë se mos e humbiste punën. Por ajo nuk mund të duronte më ta shihte foshnjën dhe familjen të vuanin. Ajo kishte pritur momentin e duhur. Ndërsa Miguel flinte qetë në krahët e saj, Fabio kuptoi se ndonjëherë zgjidhjet më të fuqishme vijnë nga vendet më të nënvlerësuara. Jo nga diplomat, jo nga parat, por nga përvoja, vëzhgimi dhe dëmshuria njerëzore. Ai vendosi dorën mbi ballin e foshnjës për të ndjerë temperaturën e lëkurës, afroi veshin pranë gjoksit të vogël për të dëgjuar frymëmarrjen dhe rrahjet e zemrës.
Vëzhgoi ngjyrën e lëkurës që më parë ishte gjithmonë e irrituar dhe tani dukej e shëndetshme. Kur u drejtua, konfuzioni i sinqert ishte i dukshëm në fytyrën e tij. Një konfuzion që linte nga bindja absolute e ndërtuar mbi vite studimi dhe përvoje, dhe zbulimi i papritur se kishte gabuar plotësisht, se kishte dështuar në një mënyrë thelbësore. Temperatura trupore ishte normale. Frymëmarrja ishte e thellë dhe e rregullt, e përsosur për moshën e tij. Ritmi i zemrës ishte i qëndrueshëm dhe i saktë. Foshnja ishte në gjendje më të mirë se në çdo ekzaminim të mëparshëm. Ai po flinte vërtet. Jo një gjumë i shqetësuar, por një gjumë i thellë dhe i qetë, ai lloj pushimi që një foshnjë ka nevojë për të rritur e shëndetshme. Renata buzëqeshi lehtë, e lodhur, por për një çast fytyra e saj u ndriçua. Ajo rregulloi peshqirin rreth trupit të vogël për ta mbajtur më ngrohtë dhe më rehat. Fabio vuri re duart e saj. Duart të ashpra dhe të dëmtuara nga puna e rëndë, nga pastrimi i dyshemeve dhe larja e enëve me kimikate të forta. Duar që dridheshin lehtë nga lodhja e grumbulluar, por që mbanin foshnjën me një butësi të pafundme, me një kujdes instinktiv dhe natyror. Për herë të parë pas shumë javësh, ai pa djalin e tij të flinte vërtet. Jo një gjumë i shkurtër e i trazuar që mbaronte shpejt me britma, por një pushim i thellë, i qetë, i një trupi që më në fund kishte kuptuar se ishte i sigurt. Fabio kujtoi herën e fundit që e kishte parë kështu. Ishte në spital, menjëherë pas lindjes, përpara se gjithçka të ndryshonte. Atëherë, ai kishte menduar se jeta do të ishte e mirë, se do të ishin një familje e lumtur. Por pak ditë më vonë, gjithçka u kthye në një makt pafund. Dhe asnjëri prej jush nuk mendoi për këtë, tha Fabio me një zemërim të mbajtur prej kohësh. Mjek të njohur, ekzaminime të panumërta, procedura të dhimbshme. Djali i tij ishte shpuar me gjilpëra, ishte qetësuar me ilaçe të forta, ishte ekspozuar ndaj pajisjeve të rënda mjekësore. Dhe askush nuk kishte menduar se ndoshta përgjigjja ishte e thjeshtë. Se ndoshta ajo që i duhej nuk ishte në një shishe të shtrenjtë, por në diçka aq bazike sa uji i vakët. Mjeku nuk foli menjëherë. Ai vështroi duart e veta, duar që kishin prekur qindra foshnja, që kishin kryer ndërhyrje delikate dhe kishin nënshkruar receta që ndryshonin jetë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk kishte përgjigje. Nuk kishte justifikim të mjaftueshëm për të shpjeguar se si një grua pa arsim formal kishte arritur në pak minuta atë që ata nuk kishin mundur për javë të tëra. Heshtja që mbushi kuzhinën ishte e rëndë. Ajo mbante brenda pranimin e dhimbshëm se ndonjëherë shkenca dështon. Se ndonjëherë diplomat dhe titujt nuk vlejnë asgjë përballë dijes së thjeshtë që lind nga përvoja e jetës, nga ajo që transmetohet nga brezi në brez sepse funksionon. Renata e rregulloi foshnjën edhe një herë në krah. Ai lëshoi një pëshertim të vogël dhe u mbështet më fort pas saj, duke futur fytyrën në qafën e saj të ngrohtë. Fabio e vështroi skenën dhe ndjeu diçka të vjetër të shembej brenda tij, ndërsa një kuptim i ri po linte. Ai kishte parë djalin e tij vetëm si një problem për t'u zgjidhur, një enigmë mjekësore. Kishte harruar ta shihte si një qenie të vogël, të frikësuar, që kishte nevojë për qetësi dhe vëmendje. E di çfarë është më e keqja, vazhdoi Fabio me zërin që po i thyej. Ai kishte shpenzuar një pasuri për specialistë që nuk kishin bërë asgjë të dobishme, ndërsa ajo, që pastronte shtëpinë, kishte zgjidhur gjithçka në pak minuta. Dhe ai kur nuk kishte pyetur për jetën e saj, për fëmijën që e priste në shtëpi, për sakrificat që bënte çdo ditë. E kishte trajtuar si mobilje, jo si njeri. Renata uli syt, e parehatshme. Ajo foli qetë, duke shpjeguar se kishte një vajzë të vogël që qëndronte me gjyshen ndërsa ajo punonte gjithë ditën. Se ajo kishte nevojë për punën, sepse nuk kishte luksin të zgjidhte. Familja e saj varej prej saj. Fabio ndjeu një peshë të rëndë në stomak. Një ndjenjë faji që nuk e kishte njohur më parë. Ai kuptoi se sa i verbër kishte qenë ndaj jetës së tjetrit. Mjeku u përpoq ta kthente bisedën në territorin profesional, duke folur për nevojën e banjove të rregullta, për krijimin e një ambienti të qetë dhe të parashikueshëm. Renata pohoi me kokë, duke ledhatuar flokët e hollë të foshnjës. Kur ngriti syt nga Fabio, kishte një pyetje të heshtur në shikimin e saj. Një hezitim i atij që kishte kaluar një kufi të padukshëm, por të rrezikshëm. Ajo nuk ishte më thjesht punonisja e padukshme. Ajo kishte hyrë në hapësirën e familjes. Dhe asgjë nuk do të ishte më njësoj. Ajo kishte bërë diçka pa udhëzuar nga askush.
Dhe nuk e dinte nëse ajo që kishte bërë do të lejoj, nëse do të njihej si e drejtë, apo nëse do të ndëshkojë sapo urgjenca të kalonte dhe hierarkitë e zakonshme të ktheheshin në vendin e tyre. Fabio u përkul përpara në karrige, mbështeti bëryllat mbi gjunjë dhe e shikoi Renatën me një intensitet që e bëri atë të puliste e habitur, sepse për herë të parë ai po e shihte vërtet. Jo si një punonjëse pa fytyrë, por si Renatën, një grua reale me histori, familje dhe dije të vetën. A mund të vazhdosh ta bësh këtë? E pyeti ai. Pyetja mbante më shumë peshë se sa sugjeronin fjalët e thjeshta. A mund të vazhdosh të kujdesesh për të në këtë mënyrë, ti bësh banjat disa herë në ditë, ta ndihmosh të qetësohet kur trazohet, të qëndrosh pranë tij? A mundem, u përgjigj Renata pa hezituar as edhe një çast, dhe në zërin e saj kishte një vendosmëri të sinqertë që tregonte se kjo nuk ishte thjesht një detyrë tjetër e shtuar në listë. Ajo donte vërtet ta bënte këtë, sepse I interesonte me të vërtetë. Por do të më duen disa gjëra, shtoi ajo me qetësi. Një vask e vogël për foshnja, sepse lavamani funksionon, por nuk është ideal dhe bëhet e pakëndshme ta mbash ashtu për shumë kohë. Peshqir shumë të butë dhe të trash, jo këta që ka shtëpia, që janë të bukur, por të ashpër. Dhe ndoshta duhet të ulim ndriçimin në dhomën e tij. Dritat janë shumë të forta, llampadarët e mëdhenj e bëjnë gjithçka tepër të ndritshme. Edhe perdet duhet të mbyllen gjatë ditës për të ulur zhurmën nga rruga, sepse kalojnë shumë makina dhe zëri hyn brenda. Do të kesh gjithçka që të duhet, premtoi Fabio. Dhe për herë të parë pas shumë javësh të gjata e torturuese, ai ndiu një fije shprese të vërtetë të ndizet në gjoksin e tij. E vogël dhe e brisht, por e pamohueshme, si një qiri I ndezur në një dhomë të errët. Do të dërgoj dik t'i blej të gjitha sot. Renata, dua të kërkoj falje. Falje të vërtetë. Për faktin që të kam trajtuar sikur të mos ekzistoje si person. Që nuk të kam pyetur kur asgjë për jetën tënde. Që kam menduar se ishe thjesht dikush që pastron shtëpinë dhe nuk kishte asgjë të rëndësishme për të ofruar, kur në të vërtetë ti e dije saktësisht se çfarë I duhej djalit tim, dhe unë isha shumë I zënë duke qenë arrogant dhe duke besuar verbërisht te specialistët e shtrenjtë për ta vënë re këtë. Nuk ke pse të kërkosh falje, tha Renata me mirësjellje. Por kishte diçka në sytë e saj që I kundërshtonte fjalët, që tregonte se po, falja ishte e nevojshme, se fjalët kishin rëndësi edhe pse vinin vonë, se njoja bënte diferencë. Unë zgjodha të ndihmoja. Askush nuk më urdhëroi. Askush nuk ma kërkoi. Por nuk duhej të kishe nevojë të zgjidhje, këmbënguli Fabio, me zërin që po bëhej më I fortë ndërsa zemërimi ndaj vetes rritej. Unë duhej të kisha krijuar këtu një ambient ku ti të ndihesh e rehat për të ofruar ndihmë, ku mendimi yt të vlerësohej, ku të trajtoheshe si pjesë e ekipit dhe jo si dikush inferior që duhet të rrijë e heshtur dhe e padukshme. Dhe do ta rregulloj këtë. Premtoj se do të veproj ndryshe nga tani e tutje. Renata e shikoi me një shprehje që përziente habin dhe kujdesin, sikur të mos I besonte plotësisht asaj premtese, por të donte dëshpërimisht të besonte se ishte e vërtetë. Në atë moment, hapa të shpejt u dëgjuan në korridor dhe patërcia u shfaq në hyrje të kuzhinës, me fytyrën e kuqe dhe të enjtur nga të qarat, flokët e çrregulluar, sepse prej ditësh nuk I kishte kushtuar vëmendje pamjes. Kur pa foshnjën në krahët e Renatës, ajo u ndal në mes të hapit, me duart që I ngritën për t'i mbuluar gojen, ndërsa syt I mbushën sërish me lodh. Ajo qëndroi aty për disa çaste, vetëm duke parë, duke u përpjekur të përpunonte atë skenë të pamundur. Djali, që kishte qarë pa pushim për javë të tëra, po flinte I qetë në krahët e dikujt, duke marrë frymë butë, me fytyrën e relaksuar, në një mënyrë që ajo kishte harruar se ishte e mundur. Patërcia u afrua me hapa të dridhur, çdo lëvizje e kujdesshme, sikur dyshemeja mund të çahej nën këmbët e saj. Kur u afrua mjaftueshëm për të parë fytyrën e foshnjës nga afër, ajo filloi të qante ndryshe. Nuk ishte më e qara e dëshpërimit dhe pafuqisë që ishte bërë pjesë e përditshmërisë. Ishte një e qarë lehtësimi aq e thellë dhe përfshirëse sa që dhemte fizikisht, që e bënte trupin të dridhej nga forca e emocioneve të mbajtura për shumë kohë. Ajo shtriu dorën ngadalë dhe preku faqen e foshnjës me majat e gishtave, sikur të kishte frikë se ai do të zhdukej nëse e prekte shumë fort. Kur ndiu lëkurën e ngrohtë dhe të butë, kur pa se ai nuk u zgjua duke bërtitur nga prekja, ajo shpërtheu në lodh dhe mbuloi fytyrën me duar, duke u përpjekur kot ta ndalte të qarën që vetëm sa bëhej më e fortë. Si e bëre këtë, arriti të pyes mes lotëve, duke e parë Renatën me një përzierje admirimi dhe mosbesimi. Fabio u ngrit dhe shkoi te gruaja e tij. Vendosi duart mbi shpatullat e saj që dridheshin dhe e udhëhoqi drejt një karrigeje, duke e bërë të ulej para se këmbët t'i lëshonin plotësisht.
Pastaj filloi t'i tregonte me zë të ulët atë që kishte parë, për ujin e vakët, për historinë e Renatës dhe për përvojat e së kaluarës. Patricia dëgjonte me sytë ngulur të foshnja, që vazhdonte të flinte i qetë, i pavetdijshëm për ndikimin e thellë që paqja e tij po kishte të gjithë rreth e rrotull. Kur tregimi mbaroi, Patricia e shikoi Renatën me një shprehje të vështirë për t'u përshkruar. Kishte mirënjohje, po. Por kishte edhe një ndjenjë turpi të thellë, sepse edhe ajo e kishte trajtuar Renatën si të padukshme. Tani, e njëjta grua që ajo kishte injoruar kishte shpëtuar djalin e saj nga një vuajtje që po shkatëronte ngadalë gjithë familjen. Mjeku, që kishte vëzhguar gjithçka në heshtje, u afrua dhe e kontrolloi foshnjën edhe një herë. Kur u drejtua, në fytyrën e tij kishte një përzierje konfuzioni dhe një lloj përulësie të detyruar. Ai pranoi se kishin dështuar, se ishin përqendruar aq shumë në shpjegime të ndërlikuara sa kishin harruar të shihnin të dukshmen. Patricia u ngrit papritur dhe u gjunjëzua pranë Renatës, me duart e ndërthurura, duke u lutur me zë të dridhur që ta mbante djalin në krah. Renata u ngrit ngadalë dhe, me kujdes ekstrem, ia kaloi foshnjën asaj. Në çastin kur ai u mbështet mbi gjoksin e nënës, paqja e tij u bë një premtim i heshtur se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Patricia e shtrëngoi foshnjën me një forcë të butë dhe filloi të qante me të vërtetë. Ishin lopë të thellë e të pakontrolluar që i tunin gjithë trupin, ndërsa ajo lëkundej nga njëra anë në tjetrën, instinktivisht, ashtu siç bëjnë të gjitha nënat. Dhe mrekullia ndodhi sërish, sepse foshnja mbeti e qetë. Nuk u zgjua duke bërtitur si herët e tjera kur ajo përpiqej ta mbante. Nuk u përpoq të largohej sikur prekja e saj t'i shkaktonte dhimbje. Ai vetëm lëvizi pak kokën duke kërkuar një pozicion më të rehatshëm pranë kraharorit të butë të nënës dhe vazhdoi të flinte me atë frymëmarrje të lehtë e të parregullt që Patricia e pa si gjën më të bukur që kishte parë ndonjëherë. Fabio e vështroi skenën me fytin që i shtrëngoi dhe sytë që i digjnin nga lotët që kishte ndaluar prej kohësh. Por nuk u shqetësua më për rregullat e kota. I la lotët të rridhnin lirshëm, sepse për herë të parë pas shumë javësh, Patricia mund ta mbante djalin e saj pa britma, pa frikë, thjesht duke qenë nën ashtu siç kishte ëndërruar. Ai nuk po qan, përshpëriti ajo me habi dhe admirim të sinqertë. Ai është në krahët e mi dhe nuk po qan. Ajo e puthi ballin e tij me një butësi të pafundme, pastaj faqet e buta dhe kokën e vogël. Çdo puthje ishte e mbushur me lot, por asgjë tjetër nuk kishte rëndësi përveç atij çasti të përsosur. Fabio u afrua në heshtje dhe vendosi dorën mbi supin e saj në një gest mbështetjeje që kishin humbur prej kohësh. Të dy qëndruan aty duke parë foshnjën të flinte. Ishte një skenë e thjeshtë, e zakonshme, por për ta ishte e jashtëzakonshme, sepse për kaq gjatë kishte qenë e pamundur. Renata u largua disa hapa për t'u dhënë privatësi, por Fabio i bëri shenjë të qëndronte. Mjeku i vëzhgoi të gjithë me mendim të thellë dhe, për herë të parë, me një hapje të vërtetë për të mësuar. Ai pyeti për metodat e gjyshjes së Renatës, për rezultatet dhe përvojën. Ajo u përgjigj me përulësi, duke shpjeguar se shumë foshnja ishin qetësuar shpejt. Fabio mendoi për gjithçka që kishte ndodhur dhe për mënyrën se si vlerat e tij kishin qenë të shtrembëruara. Pastaj i bëri Renatës një propozim që do t'i ndryshonte jetën. Ajo nuk do të punonte më si pastruese, por si kujdestare e posaçme e foshnjës, me kushte të drejta dhe respekt. Patricia shtoi mbështetjen e saj pa hezitim. Renata pranoi me kujdes dhe, për herë të parë, buzëqeshi me të vërtetë. Javët që pasuan sollën një transformim të pabesueshëm. Foshnja u bë e qetë, filloi të flinte më mirë, të buzëqeshte dhe të zhvillohej normalisht. Shtëpia u mbush me gëzim dhe qetësi. Me kalimin e kohës, të gjithë ndryshuan. Fabio mësoi për ulësinë dhe dëgjimin e vërtetë. Patricia gjeti miqësi dhe qëllim. Renata fitoi njohje dhe besim. Dhe foshnja u rrit e shëndetshme, si dëshmi se ndonjëherë mençuria më e madhe vjen nga vendet më të papritura dhe nga njerëzit që shoqëria shpesh nuk i sheh.